Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi në Kuvend. Është ditë e martë 17 qershor. Siç ju kam thënë edhe më parë, jam munduar që për të martën të sillim disa gjëra të veçanta. Është një lloj retro që ka të bëjë me një lloj koleksionizmi mediatik, duke sjell disa nga produktet më spikatër që unë i kam prodhuar ndër vite. Dhe gjithmonë kam menduar që këto pse jo të bëhen pjesë e arkivit të Akrolis TV. Përmes Kuvendit. Çfarë do kemi sot? Është një gjë shumë e bukur, është një gjë e larmishme. Është një kolorit personazhesh. Janë personazhe të thjeshtë që kanë thënë jo vetëm gjëra të bukura, por kanë sjell modelet e jetës që ata i kanë për të gjithë ne dhe sidomos për të rinj. Nisim me personazhin e parë. Quhet Ndue Preqi, nga fshati Blinisht i zonës së Roshit në Mirdit. Nduën e kam intervistuar para pak vitesh, sepse ai kishte një gjë shumë veçantë. Kishte ruajtur aty në trollin e të parëve ungjillin rreth 300 e sa vjeçar, ose ungjilli i Preqit. Mu sinqerisht më vjen keq që ai është ndarë nga jeta pas një aksidenti bashkë me bashkëshortën dhe du ta sjell sot edhe si një lloj homazhi. Por biseda e tij më ka ngasmuar kaq fort në memorien time, pikërisht për gjërat e vyra që kemi patur shekull pas shekulli si Mirdit, po si veriu i vendit dhe gjithë Shqipëria. Kemi të bëjmë me një ungjyll shumë mistik, cilën ai e ka ruajtur brez pas brezi dhe ka funksionuar në atë vend aty. Sjell disa detaje në bisedë që unë nuk po i besoja dhe pasaj kam biseduar sërish dhe thash, ja vlen që këtë bisedë që po bëjmë dhe këtë ungjyll të merremi edhe shkencërisht duke studiuar dhe për të sjell një material që të ishte i transkriptuar për publikun. Në fakt, nuk jetoj më gjatë se pas një viti u nda nga jeta tragjikisht, por kjo bisedë ka mbetur. Ju mund ta ndiqni atë. Ndue, se të para gjitha ke puna dhe mëndë, Po. E tani më del si king tu dhe mëndë. Po tani. Bravo. Punon nu, punon vazhdimisht. Patjetër. Bravo dhe mëndë. Me punë vërtet edhe mba në vetën. Po, Edhe zonë e vështirë, por ti e ke bërë perfekt. Shiko Ndue, më fole pak atje te kishat, te rënojat e kishës, më fole pak për një ungjyll interesant që është rreth 1735. Ky është ungjilli? Ungjilli. 1735. Vitit 1735. Po, i Shën Markut, kështu quhet? Shën Markut quhet. Si u ka rëndor ungjilli? Ky e ka sjell prifti te në shtëpinë tonë në rastin e 100 vjetorit të ndërtimit kishës së Blenishtit, shefnit Blenishtit. Po. Për kontributin që kemi dhënë ne dhe familja jote ka mbajtur lidhen me kishën gjithmonë të ngrëbile edhe në ditët e sotme. Po edhe baba e gjyshi i babës 3 brezë rresht kanë punuar për sjell lujt në 900 pak larg dhe gjysmën e kishte edhe në kishës, gjysmën e ujit. Bilës më vojnë edhe më shumë. Do me pas një lidhje shpirtërore në gjenez jo? Me gjenez. Edhe kishë ka ndihmuar ne, sepse gjyshi tim është vrarë ke kisha e Shëngjirgjit në Kaqenar, rreth viteve 1870 në rastin e kryengritjeve të Mirditës kundër turqëve, edhe ky është vrarë ke kisha Shëngjirgjit, duke e lënë fëmijët të vegjël dhe vajzën e vogël fare, zhelën e Margapresit duke e lënë shumë të vogël. Në jep, diku 5 vjeç jo më shumë, që është martuar në Kaqenar dhe ajo. E ka vdek në vitin 1961. Interesant që e. Vajza e atij. Interesant. Shiko tani, ky ungjilli është me shenjë normal, duke qenë i vjetër, kështu është me shenjë. Po, me shenjë. Si ka shërby kishës, po them pak a shumë këtu? Po, me këtë ungjil, që nga viti 1735 është përdor për të bërë në raste, për shembull në raste të
kur pas në vjedhja, kur ka pas në diçka të jotë. Po, kjo të ishin përcaktuar me kanun për të bërë be. Po, për të bërë be, kur përcaktuar, dhe ky merresh e bëj be. Dhe ka dhënë shenja, cili ka dhënë raste konkrete. Ka patë raste që ky ungjilli është diskutuar edhe në lehis të Roshit, për ungjillin e Preshit në kishën e fonit. Bile u ka thënë prifti atyre lehizokët, që është kjo ungjillë që i thonë e përdorin ungjilli i Preshit. Preshi s'ka ungjillë në fakt. Po, e qartë. Se 4 ungjillë janë këtë botën, për tu zona e përdor ungjilli i Preshit. Ka përdorur ungjilli i Preshit, interesant. Shumë interesant. Është përdorur në lehis të Roshit, kur prifti i fonit ka marrë një 7-8 vjet për riparimin e shelësët për kishës së shëndmorkut në fond. Po. Ndodhi një rast andej dhe shpërdor. Edhe i thonë ata lefizokët, i thonë priftit thonë, i thonë do të marrim ungjillin e Preshit në Blenisht. Çka ky ungjilli i Preshit, i thot prifti? Ungjilli i shëndmorkut dikush e dinte. Ungjillin e shëndmorkut i tha kimi edhe ne, i tha prifti. Edhe mirë e lanë pastaj. Shumë interesant. Mu përdor si terminologji. Shumë interesant. Shiko, ky ungjill te ka pas i gjyshi jot, baba jot pasaj më vonë? Si ka në dur të e këtyre brezave? Po them gjeneratat që vinë pak më vonë se. Si ke Lazari. Si ke Lazari? Nu Lazari, Preshi nu Lazari, mërga Preshi, nu mërga Preshi, gjën nu mërku, mërga gjën Preshi, e unë. Shishë, interesant. Gjithë pema do, në? Pema genealogjike, po. Po mirë, se zakonisht ungjilli rrinte te kisha, a ka ne te kisha? Jo. Po ku rrinte? Jo, ungjilli ka ne në shtëpinë e vjetë, bile. Po. Kur e ka dorëzuar kisha, ja ka dorëzuar shtëpisë tonë, shtëpia jonë nuk deshi ta mbante këtë ungjillë, sepse kishte kushte të vështira të shtëpisë. Të shtëpisë. E kishte me duh, i thot, ky i pari jonë i thot, o zotni, i thot, faleminderit shumë, i thot priftit, por nuk kam kushte, thot, ashtu. Nuk mund. Po. Mirë, thot. Do ta marr sonë, po e mbane 1-2 net, edhe thot do të vish se kjo ngjill nuk rri as vgjekundi përveç në shtëpinë e Preshit. Në shtëpinë tuaj. Po, bile kanë shkuar në kish, kanë marrë mesh, e kanë dorëzuar, dhe i ka thënë priftit do të themi ne se si do të ruhet ky. Po. Në shkuptim si do të ruhej, si? Ki kishe disa parime për të ruajtur, principe, si? Po, i bëshin një kuti, po, druri, pak me të madh kjo, e ruhet në gjethe dohani, në mes gjethe dohani lartë, e s'poshtë, në të kohë, dhe vihej në hallat e derës, si për derës lartë. Po pse vini aty? Kështu i kishte mësuar prifti. Kështu kishte mësuar prifti? Po, kështu kishte thënë ai, se kishte. Dhe ndodhi tani, ç'ndodhi? Ç'a ndodhi? U dë shtëpia. U dë shtëpia këtu, ha? Mu këtu ku jemi ne, atje më përtej. Ka qenë shtëpia vjetër. Kull ka qenë? Kodës Preshit. Po, rreth kodës. Ka qenë kull apo ka qenë kështu shtëpi përdhes? Shtëpi përdhese, po. U dë shtëpia. Dakor, ungjilli ishte vënë tek dera sipër taj, po. Sipër portikut, po. Të gjitha u shkrin, ky ungjilli gjet jashtë, rreth 4 metra larg. U gjet jashtë? Jashtë. Si ka ik jashtë ungjilli? Te dion, ai tashti nuk e. Këtë në punë të Zotit, ë? Kështu original, edhe kjo është rasti i parë. Dhe rastin e dytë, mos ja shpia me mor. Kjo ka qenë tani në kohën e gjyshit të babës tim. Po. Ka qenë vonë kjo. Po. 100 vjet pas. Në shtëpi ka qenë me mur. Prap e parim dishesh, vesh në hotell të shtëpisë, me gjethe dohani, me kuti, u dë shtëpia. U dësh prap, ha? Prap. Shi. Prap ungjilli jashtë. Pra 2 herë që janë ndjek shtëpi, ky ungjill ka rezistuar. Edhe atëherë me sa shoh, ti e mban me shumë kujdes. Me shumë kujdes. Dhe ky ungjill dha shenja edhe në demokraci. Në shkuptim. Humen sa bakti këtu, markan kullvria, dishoj për një gjegjën të kokës. Po. Vjen rrindet e gjagja im, ka që me shpiktu në 96. Në 96. Alas ishin prish fabrikat e uzinat, funksiononin ato saurelat e kuksit. Po. Dhe vjen markan kullvria, merr ungjillin për të shkuar në gjegjën. Flem të shtëpia të natë, nesër ngrihet, del një qafë ben, edhe ma dorë, del një shoferi kuksit, i kishte vendet e zëna, i thotë, s'ka vend, deri në gjegjën, i thotë, se kam një hallë, i thotë, hajde, thotë, jashtë vendeve. Hynë në makinë, e le ungjillin të mështjellën, se e mbajnë të mështjellën, tani ma gjë se jam duke punu, ha? E mbajnë të mështjellën, e ne le në sëndile, këtu në gjitur, se ishte veti dyti, e le në gjitur në sëndile,
shkon në Gjegjen, zbretej. Po. To thot Maja. E harron këtë. E harron makinë. E harron makinën, Po. kur kalon në dom pak më tonë Gjegjen. Po, e kam parasysh domin se kam qenë, ha? Kur kalon pak më tonë Gjegjen, o kujtu punon gjillit ai, edhe thot, po shoferi kaloj. Kishte hik me gjithë ngjyll, po. Me gjithë në gjillit. Ç'a ndodhi? As nuk e dinte, as targën, as emrin e shoferit, Asgjë. as një gjë, Po. përveç e ditës ishte makinë e kuksit. Po, vetëm kaq. Kaq dinte. Edhe ç'a ndodhi? Vjen këtu më kanë gollvria, thot më ka hum. Si ka hum? E kam harru makinë, stile me fol, stile me fol. I qëto si fjallë. Shkon e shoferi, kur shkon në Kukës, i nëron pasagjerët, gjithë kur shkon në Kukës, e shikon, se kontrol makinën, shikon. Unë gjylli, Ka si një mështjela jo, e shikon e hapa. E mban ca dit, edhe diçka I ka nga brenda. Po, i ka nga brenda. Ka ndodhur diçka me koshkjencë. E shkon te një hoxhë, thot, kam një libër tjetër. Kam thot një këtë material, thot, e kanë harruar makinë, e shikon ai. Thot, çiko, këtë do të shkojë te vendi, thot. I thot hoxha, i Kuksit. I Kuksit. Interesant. Thot, si ta gjej, thot, a disa puna, thot, shko te një hoxhë, që ishte ma me shkolla i hoxhë, i qënë te një hoxhë tjetër. Dhe mirë shkon e te hoxhë tjetër, e hap, i thot, o te zoni, thot, që ky material është i katolikëve. Ky do të shkojë tek vendi i vet. Po si ta gjej vetë? E gjen vetë ky. Ti do ta mbajshte në kroskot të makinës në vend ku e shikon vazhdimisht. Ku e shikon vazhdimisht. Po. Mirë. Lart e poshtë në Kuks. Vazhdonte ky duke bën rrugën. Rrugën Laç, Kuks, Kuks. 3 muaj, rresht 4 muaj. Unë gjilli aty. Mas një 4 muaj, 5 muaj. Kur këthem të ky, më kanë kovria prap me bakti lartë. Po. Në atë vend ku kishte hip më kanë kovria në makinë, në atë vend ti jo fik makina. Ishte rafsh. Interesant. Ishte rafsh. E ishte aty afër Marku? Po e sipër. Po, u fik makina, po. U fik makina, bën me nes sendezi dot. Më kanë kovria mbi gjade. I thot, ha mor shofer, thot, çap pat makina. Se di, thot. Dhe se u fik. Thot, jam ma mirë, thot, me bakti, thot ki. Se sa te me hekra. Ta pun hekra, thot, janë kështu. E në bojnë këven pun, dhish pun, baktish, pun hekra pun, bojnë këven një sop her. E shikon në gjillin a i në kërësimë. Margo. A i shoferi. I thot, kam, thot, një material, thot, këton, thot, ka haru diku, më gjenë, thot, i thot, këta një, unë thot, kam haru një gjillë një shofer të Kuksit, thot, përse Kuks, thot, nuk e di, një, thot, me po, thot, ka qenë djekë shpëja, ja tërgon historinë ti. Po. Thot, edhe thot, e duket ajo se ka qenë djekë, edhe ja tërgon historinë, mësa ky. Ka dolet. E jashtëzakonshme. Mistike, nuk të falënderoj shumë që ma sollë këtë moment. Edhe sa boni me nez makinë, Nezi makina. Në vend makinë. Këto janë... A tani, nuk është se... Po pra e qarë janë mrekulli dhe hyt. Ka vdik tani, e kam pyet dy herë. Bravo, nuk. E kam pyet dy herë. Nuk, që ka shumë e bukur dhe ashtë dhe këtë intervistë në ta majtë shumë shënjur për ta njëtën. Unë pyetjen e fundit që kam, si është mbaj unë gjylli nga viti 67 e mrapa në derën tuaj. Shiko, është gjë interesante kjo. Po ma thuj shkurt tani, Është majt në arkën e grave. Në arkën e grave, ku mashin rrashet. E mbështjellme. Po. Dhe kishte edhe nga i mollë ke arga, për aromë. Normalisht. Dhe biles, ka qenë Kolin kryetar këshilli, ka qenë gjithë marrëgjergji i kollazhit në këshill, dhe kanë vishin kontroll në çdo shtëpi. Kur shkoshin te orka e kishte gjithu në gjilli, të s'ka gjon thëshin. Po. Shumë e bukur. Nuk ka gjon këtu thëshin, të s'ka gjon. Nuk e hapshin fare, nuk shishin fare, sa shkoshin ke vendet e tjera i kontrollosh. Po kontrolloshin po shkoshin te arka. Arka, ja, arka grave kush do kontrollot atë. Është shumë e bukur. Kjo, gjon shenjë. Shumë e bukur. O, nuhet, falenderoj me shpirt. Ti ke për ta mbaj, domethënë ke për ta mbaj këtë gjyll dhe ku do ja transmetosh pastaj? Breza, okej. A ti kalojmë ca faqe kështu? Po si. Po, hajde. Mi trego, mi hap shu faqe. Kjo da një faqe a parë, është dëmtuar, faktikisht. Po e qartë, po vazhdojmë me faqe tjera. Kjo është e dyta, këtu e thot, preqës se si është problemi, nuk e di, deri këtu. Unë do të sjell në studios vjetër që ta deshifrojve. Po, këtu e ka vitin të kominiven, këtu. Po, ja ku janë to, vitet ja ta marrëm i qikë shumë ti marrë, 1735. Shumë bukur, po.
Po, këtu ka një shënim. Po, edhe i shënimi interesant mund të jetë shumë i vjetër. Po, edhe këtu ka një shënim, nuk e di se si. Ka nevojë me studiu këtë. Ka nevojë me studiu. Ka nevojë me studiu dhe unë do të bëj një gjë domethënë. Po. Sot jo, po një moment tjetër do të shohim që ta fotografojmë dhe ta bisedojmë me studiues që merren me këto të vjetra. Po. Dakor, ta zbërthejmë këtë domethënë si kuj pak a shumë çfarë ka në gjërat e veçanta të tij. Po. Ishte shumë bukur. Edhe pyetja që desha të bëhet të fundit fare, ka me këtë, ku i do ja lësh Nue? Megjithëse ti je në moshë mirë që ke dinamik. Mund të themi sa të duash, se dialektia kjo flet vetë. Flet vetë, është me njet. Kjo flet vetë. Është me njet. Faleminderit shumë Du. Kjo flet vetë. Ishte fantastike kjo intervistë. Meriton. Brava. E di ky e gjen personin, nuk e gjem ne personin. Brava. E gjen vetë, trujt Zotin Nu. Faleminderit shumë. Trujt Zotin me gjithë familje këdo i ke, me fëmijë me gjithë. Brava. Ke rujt një vepër unike për mirëditën, për kishën e mirëditës, për kishën shqiptare. Faleminderit shumë. Personazhi i dytë që vjen në kuvent sot në këtë kolorit personazhesh e kemi nga Munella. E kam intervistuar pikërisht tek stani atje, në mes baktive. Ai ka frymë, ka jetë, ka frymëzim. Janë sa unë Bariti respektoj fort, sepse ne duam të konsumojmë ushqimet që na japin, djathin, qumshin, mishin e gjithçka tjetër. Edhe nga njëherë nuk mendojmë se sa lodhje, sa mund është për ta bërë këtë prodhim. Kështu që kam preferuar që Bariti marr atje ku janë. Dhe i kam marrë pikërisht në Munell. Është një bari që unë kam lidhje me të, por që sjell në intervistën e tij gjithë frymëzimin që ka në mbashtrimin e baktive atje, por mbi gjitha ka disa detaje shumë interesante. Dhe një nga detajet e veçanta është kjo. Ka punuar bari në Greqi, duke pas tufat të stërmdha deri 1000. Dhe imagjinoje çdo ditë, 2 herë në ditë, vetëm mielja çfarë sjell. Dhe ai më jep disa detaje edhe për gishtat, se si ndikon ajo mielja e dhive te gishtat. Pikërisht, unë kam sjell dhe gjë të veçantë. Gjithë koloritin që ka aty është fantastik areali i Munellës, por mënyra si e ka ndërtuar aty dhe pse u kthy nga Greqia. Sepse u kthy nga Greqia për të mbashtruar baktitë në malet siç është Munella. Po mirdita kur bini zona e Lezhës, sidomos Kashnjeti e tjerë me radhë dhe vendet poshtë ne kemi pasuri pafund për të mbajtur bakti. Dhe ai është një shembull, është një model që i fton të gjithë ata që janë jashtë dhe punojnë në bari jashtë, pse jo, të vinë të mbajnë tufat tu. Pastaj ka dhe disa gjëra të bukura që më tregon dhe disa kmon, janë 5 kmon, nuk e dija si funksionon kmon për nrimin e tyre gjatë kohës që funksionojnë gjatë javës kur janë në mbashtrim edhe në kullot. Për më tepër mund t'i ndiqni pikërisht nga biseda me prengen në majet Munellës, ndiqni. Tani këtu në Munell, unë kam edhe nipin tim, kam prengen. Ja, këtu është. Ja ku i ka vënë këto stanet e veta. O preng, prenga. O preng. Që se unë të kam marrë të paj herë kështu. Ti një mirë se gardaj. O mirë se gjitha, po gjomu. Sa viti ke që del tudi? Unë këtu kam po të allegorisi me kooperativën 23 vjetë. 23 vjetë që vazhdo në dali kështu? Po të allegorisi me kooperativën. Vazhdo kooperativën, ne? Shpusim kooperativë, shpusim në një pjesë tjetër. Po. Kashti me fëmije me gru, kam fix 12 vjetë. 12 vjetë që vje këtu, ha? Do unë i ke atje në Spaq, pasaj vjene... 12 vjetë këtu. Që i ke këtu? 12 vera. Sa bakti janë tani? Tani kam 130 copa. 130 copa? Edhe keca kështu? Me gjithë keca. Gjithë familja jeni angazhuar, ha? Gjithë familja... Shiko preng, do të shoh pak edhe baktin si i ke atje. Edhe baktin do t'i shohim. Po ajo që më bë përshtypje një minutë, ajo që më bë përshtypje ka lidhje me fakt se ti ke bën dhe kopshtu mu. Çka ke bën këtu? Pa të shohim çik kështu. Unë jam 50 me 50. Unë jam marekli për bujqësinë edhe për bujqësinë. Edhe për blegtorinë. Edhe për blegtorinë. Po bravo. Tashti, këtu ka qenë vasti, më i pari, ky është vasti. Po, që ka qenë fillimi. Po, e kam hesh tofën e kam nxjerr. E ke nxjerr sipër, tu poshtë është e kam kthy bujqësi edhe do bëj bujqësi gjithmonë. Po bravo. Për higienë, për pastërti, për çdo gjë dhe për interesin tim. Edhe është e gjitha ple. Thuhet, mal poshtë. Thuhet se këtu nuk bëhet prodhim bujqësor, arrem.
Ja, shikoni me sy tu, E, ku bësh gjithë shkafë. A di sa është mbi 1600 metra këtu? 1700 metra. 1700 metra këtu ban. E ne po t'i shohim këtu, që Gjithë kjo është interesant, po pra. Misri, Ja, misri, groshi. bështaja, Prit, patatja, bishtaje, domatja, patatja normal që është shumë e mirë. Shi që ka patatje, Qepa. që ka qepa atje. hutra, Shiku ke edhe këtu. Tu ke edhe salat, pas e bo dhe salat. salata, Edhe lakra, ha? lakra, bardhe e zeza, E të bardhe dhe të zezë ke vu? po, volanja arrave e gështenjave, Po shi ka fut edhe kështenja këtu, shi. edhe arra. Edhe arra ke vu këtu. I ke vu me këshu me frut, ha? Ke mjell fruti. Frut. Shi. Po. Šta pa shë gëllë më? Jo, nuk e kam hek se, ajo kam hek. Ja, si ka shumë. Kjo është gështenja. Po, këto kështenja që e ke mjell thjesht me... Edhe kjo vijat. Po, shumë bukur. Këto këtu, Domat, po, këtu janë arra. po domatet kur bëjnë më? Bëjnë dimër, kur bëjnë të domatet? Bajnë, aty ka funi gutit, po jo, Funi gutit bëj? Nuk kuqen. Nuk kushen, po Vetëm okej. përshi. Po, vetëm për të ushqit, Jo, dakor. tash, këto janë vëllajnë. Po, shumë bukur. Edhe lakrat i përdor që tani, i përdorni tani? Lakët si duhet, po të Se ftohtë është, ftohtë është, ha? Lakët Ftohtë. duhen mish derri. Mish derri, ha? A ke marr derra, ke edhe derra këtu? 5 cop. 5 sop derre ke këtu? Pa më shoj çik mu tani të shoh atje. Shi edhe ke derrat. Do më shosh edhe ke derra, tani më Shikoj qepsja. i pash edhe gjitha. I pash gjitha preng. Hutrat i kena shkull. Po, edhe ke vuçi. Familja hutra vakja, ja sa bo hutra. Shive. Po. Shumë bukur. Okej, si hiku kjo punë tani të shkojmë e të shohim baktinë edhe të vazhdojmë shohim te stanet. Prini me gjithë familjen, ha? Po. Aty çka ke këtu? Ke Janë me pushohet, me pi kafe. tu aty ke për me pi kafe, Po, ha? me pi kafe. Po këtu çash, Imponime që është e vërteta. aha. Vazhdim imponime. Po këtu çka ke vënë? Ke vënë për pluma ke vënë aty? Për ploma. Ma dhe plumat, ha? Tu për ploma, Po atje poshtë, tu për derra për pula. a janë aty derrat janë aty? Jo derrat nuk e di se për gjon. Po kanë dalë. Si ka kriju këtë mozaikun ky kështu. Ja, Po- për pula, shikoj pula. Po ujnë, po pa pulat i pashën, se po më njekin nga mrava mu këto pulat. Ja si i shofëm këto kështu. O preng, po ujnë ko merrni? Ujti, burimi është aty. Ashtu i miraj? Uj, mjafti mirë. Po se uj bjeshkës mundella, se ashtu i fantastik. Mjafti mirë. Mhm. Kam edhe uj tjetër aty, që ai më shëben ma tepër se shkon kudo ai uj. E merë e ke fut gjithandej, e? E që në. Do t'i kam fol në marinë, nëse s'ka thënë, ka me një mu, sa një zonë uj, i përnën do, ka me Mirë. me hak. Prenga, E do me bo posetën me preng, hajde më shoj qik atje preng, më shoj qik tek delet, atje dhit, o preng këtu, ha? Në deti. Hajde, këtu i ke pru që e deti, ma që doje. Nga deti i ke, ha? Jam kërkore me firin se mos ma kalen firin. Nërkohë këtu kanë marrë djathë, ha? Kanë marrë djathë tani. E marrin këtu preng, Merë. zakonisht prodhimet ku i çon ti? Prodhimet i shes po më ven. Në vend? Nuk ruptej, kërkon. Nuk rrugton fare? Nuk ruptej fare. Do më djathin Ja, edhe dhe këtu, ç'a tjetër? këtu shka falë zoti këtu. Mishin këtu Këtu e gjitha. prodhej, këtu e shes. edhe Qumshin, se hirën e këto një. Këtë. I shet gjitha këtu, ha? Këtu. Bravo, shumë bukur. Preng, këtu Pastaj, ke jo, djatin? Tu kam djathit. Po pse ke lënë këtu? Tu e kam lanë për trujt temperaturën konstante, edhe nxehtë, edhe fresk. Mos t'i lëvize prej nxehtë në ftoftë, prej ftoftë në nxehtë. Tu rrin normal. Edhe rri normal, këtu nuk lëviz fare, ha? Nuk lëviz. Edhe djathti janë standard. Afërsisht sa djathë hiken gjatë stinës? Tash ti prodhimi nuk është një prodhim si më ra në sy për shumë, po unë 6 kintal 6 kwintali i heq. mbledh. Edhe ato 6 kintal si mbledh i shes po më ven. Po më vend. Këtu. Sa pa këtu lëviz. vinë morin këtu, ha? Po. Po se pashat Po. makinën aty, pashat makinën që kishin Po ardhur më. si. Erdhën për bila të arrin beqi. Ej, pasi bëm me mshere. Po me msherë. Ai ma nxjerr se kam shumë shefi pa Me të mshere. modën e lokës. Po modën e logës për modën e vjetër. Me Po, modën e nxjerr logës. qik. Nxjerr një mshere ta shoh shumë. Sot shita 50 kg hiken për Belgjik. Për Belgjik sot? Po, te preng në Pietri. Shi, e mori çoj atje, Po, ha? për zotin. Shi sa bukur. Te ky inxhinieri minierës. Po, ke prenga, ha? Ke preng në Pietri. I jashtë zonë bukur. Pra, ky djath ka hik për Belgjik Për sot Belgjik. 50 kg. Prenga. Ha, se pas ke qenë, se këtë qenë. Këtë me qenë jeni këtu, shi. Si e ka emrin ai? Zabiti. Zabiti, po Ja, si mirë, kjo është moshë 10 muaj. 10 muaj, po që ka mashallah, shi si çeka. Si vogël, po. Shi, Dani mirë. shi sa mirë si rri me ta. E du shumë. Ha, shi si tri. Shumë bukur. E, prenga, atë shojmë që këto... Si, ti shofi. Kjo është stalla që u ke bo, ha? Po. Ha, ty... Ajo, Po? to janë rrishtat e monedh, ranzat, Po. dhe moja, quhet moja e topit.
Maja topit e di Po. që është e sigur, po, sa është pikë Ajo pikë është e turistik. dyta metra kryesore, është e Po, dyta. po, sa është pak më lart e Ajo tjetër. para, ajo se është e më e madhja, ai thije më për ti. Po, e di, është pak më lart, e di. Po. Atëherë të shohim tani këtu. Ati. Hajde shofim tufën. Hajde ti shofim nga mena për Tani shef. këtu jemi mbrana ke stalla, pra këtu janë baktide. Pse i ke nda në dy kështu? Këto janë nda dy se kanë ndamën këtu, se nuk janë nda dy. A, pa kanë veç hyrë dalin kështu, po. I kalim këtë pjesë, Po. edhe ulëm aty. Po. Këtu, ulëm. I mjel veti, e? Po, unë ulëm e këtu, një person me I kalon nga ana tjetër. Po, shiko tani, to çogën një racë interesante. Çfarë racë është kjo? Racë interesante, të janë racë autoktone, po janë velnjake. Nga Vela? Po, janë të mjedic, janë. Po pse ke marrë atje ti? Vetëm për shesë janë të larme, asë gjatë tjetër. Si janë të larme? Të larme. Aha. Jam marakli, jam shefli. Ç'a kanë një gjatë veçantë to për shembull, me që janë racë Një Vel? gjatë veçantë, se thëmë me plët binje, Po? të janë më rezistence nga gjitha llojet e racave. Në ç'kuptim rezistente? Pri ftoftit, Po? pri smunjes, Aha. edhe pri malit të lartë. To, sa ma natë me shu, ashtë më të mira bajnë. Kanë qedë, duket si kaproj. Nuk i thynë malika, këto dun... Nuk i thynë mali, nuk i thynë gjujt, ha? Metra shënjët, manal... Sa kilometra? Shkojnë hecin, ha? Hecin shumë gjatë? Janë shumë artistë. O prejnë kësa, a ban rrugë gjatë ati me to? Ati i kullot vetë apo i kullosin? 12 vjetit, veti i qel, veti i mshel, veti i mjel, veti i rrugulloj. Ashtu jam marakli për to, jam linë, rrit, e vardit dhe më këtë kohë me to. Me këto kam rritë fëmijët e mi. Po, i ke rrit, i ke shkollu, gjitha u ke dhënë? Po, i kam shumë shkollat larta, në A ti- përbet deri në Angli, Po, ja, kjo është do të thotë domethënë që të punosh do fort. të thotë se tu baj vretje në popull, Po, se bariu aha, është bari, edhe valvit me gjitha produktet e tia. po. Nuk ullet, kurse ato që i kanë disa lapazana, si të jo bariu mund tjetë në meta, ata i kanë dorë zoti i madhë. Dikuj është. E, tani se je edhe besimtar, kishe vu dhe kryshin atje, paske vu, paske vu dhe zoj, shi. Unë jam shumë besimtar. Po pra, e shoh pra, se ja, Këto shi. kam zene me kumë. Shi, ja pra, pash me Edhe herë. kishin e kam. Pa, bravo, prej. Shumë. O prej, desha të bëj një pyetje, dëgjoj Gjergjin tash. Ti ke punuar në Greqi? Unë kam punu 8 vjetë bari në Greqi. Në çfarë veni ke punuar? Kam punu në Selenik. Në Selanik? Po. Po. Në Përmale, sa bakti ke pas atje? Kam qenë bregdetar. Edhe në Bregdetar? Jo, gjithmonë. Në Bregdet, ha? Po. Ç'a bakti ish? E kam pa djeti sa këtu shumë. Po ç'a bakti ish? Dhe i kishe Dhej ç'a? tanë. Sa cop? Vëjtan, deri 1500 copë. I menaxhorë vetëm Deri ti? 1500 copë. Vetëm ti? Mi mjel, i kam mjel veti treti. Veti treti? Vetëm i mjel. Po. Shiko, ti shoh pak dur? Por na dur. Dur. Unë që është të vërteta, qumë si dur t'i marrë të mira. Ti mand mira. Po. Por ke pas problem me Asnjëherë. Shumë i fizik shumë ka kratë. kratë, Shumë i fizik. sepse nuk është gjë e lehtë me mjel. Nuk ka punë matransit mjel. Po se ti do të bën 1500 bakti ti Punë 500 matransit mjelish, Nuk ka. si që ka emrin mjelje, ashtu të milen do marrë të trupit. damart e trupit. Ka. Punë Interesant. matransit mjele nuk ka. Mu e kam pa fat, unë s'm kam dhënë trupi kur. Po bravo. Kjo ka qa. qenë i fat. Po. Unë kam pa burë të martu, shumë më fuqishëm se sa unë, e kam pa të qa. Pri dhem skrave. Pritëm me skave. Pa për zëti. Ja kjo është. E kam pa të qa, si kjo fëmijë. është Qa kje, janë të më dhëmë kratë. Po e qartë. Preng sa kohë rrin mundell ti? Unë rrim, ditë të mdi 6 muj. 6 muaj. Pa. Vi me 30 maj ka merë, Po. me 1 dhëtër shkejt e poshtë. Për mu halas karoj 10 metrë dorë. Po. Shiko, okay, do dalim pak jashtë, bëjmë pak muhabet Jo, për llojin e kullosës. kam një hap Ç'a do të më tregu kam një tjetër? hap Ç'a do, tjetër. se e shoh që do më tregu në gjë. Herë tjetër. Ja, se më futën në përkthina këtu tani. Rogi ma të këmurën të herë, E çka ku janë? arsye se... Një minutë, ku janë? Ona, këmurën janë Si janë? një artë në veti. Shkuptimi në artë veti? To janë muzikë. Muzik, po, si ka veç, ju unë merë me artin. Aty, I kemi linket dhe netje, kuj ke këmond? këmurëna është e këllë për fuks. Ja, E zhyshit tonë. që pasëm dhe të parve tonë në E burshi. zhyshit, edhe ka vitin shku, 1930. Ma bjeri këtu, A mund të ta shofim aty 1930-ën? Pa bjeri këtu t'i shohun. A do mi si dhe shti më këtu? I se unë. Hajde, bro. Ti muzikën pa. Hajde. Tani unë jam këtu, shoh këto të cjep, janë në muzikë me këmonve. Ja. Ja që si bin këmond, që.
Të hamla. Si. Pra janë të monë, Autoktorën që në banë shkolle. 90 vjeçar, 90 vite kanë. 90 vite, ha? 90 vjetë. 90 vjetë monë. Kanë muzikë shi, fillun ata me uzan ata. Po, Fillun ata 2 cjep. du me kap, Ha, ja për zemëm, po, që të shirë shamë. pritesëm që po më turën more. Ja. Ha, Ja. Qash? Një foto pa ta që. Po, foto pritë ta jetë, mora herë kështu. Të tjetë pa Du tje? me kap molin. Molin pa, ha? Po në foto pinë. Në bukë. Shiko tani, sa cjep paske? Këtë cjepi paske këto ti? Tete. 8 cjep? Po 8 cjep molin. Po pse i monë për këmonë 8 Në cjep? rrugë molin, se lodhën. Lodhen? Po pse sa personik monë? Përshën 2-3 kile me që rrethin. Edhe ja unëron ti? Jo në rroj, se Si ja unëron? Ja unë mërna disë? Çdo ditë. Çdo 10 ditë? Çdo 10 ditë. Si do më len fjera vjen? I ka litë morgan, Sa këmonë janë? i 3. 3 këmonë, 3 herë njën, do më 3. 10 mujti të kanë një tërë. 10 ditë mujnë, një cjap do të majdo. Nuk e dija këtë punë preng. Unë nuk e dija që një çoban shkon deri në kalkulimin e ditëve për këmonë. Shumë interesant. Si sa i bukur, po si ka emrin ky cjapi? Ky e ka emrin Larci. Larci? Po. Okej. A bën të ta Ky japun e ka emrin Luli. Luli e atë. Po. Ajo ka emrin Gjiç. Gjigja e tje. Po. Asi që çeken bukurosha, po. Bukurosha. E ti afromi çik afër. Vetëm Jo, mos nuk e lujta. A nuk zhurni ju, ha? Jo. Jeni shok partie ju. Po, Ha, si çeken dash, vishi. Me një fotografo me. Mashallah. Jo, si pa që- qefi. Po, absolutisht. Mis sjapi që e ndo, mis sjapi. Mis qabe. Një mrekulli. Ajo këmona, po ma thuj çik çka ka ajo këmona të Jo veçantë. mona, Po, është mona e gjyshve tonë. Ja. E kol për vukës. e kol për vogës. Shi. Kjo është e rregullume në Shkodër në vitin 1930. 90 vite ka kjo. Edhe kjo e ka shkruar me vitin në trupin e saj. Po dirse, po mujte ja marrin vitin. Po. Ja marrin Tu vitin. është pak problem. Është i fije problem. Por kjo është shumë e vjetër. Se këtu e ka. A shumë e vjetër. Po. Sepse un pata idenë mos janë këmon të Marlaskajve, po Absolutisht. që kanë bën në Shkodër. Janë bën Shkodër. Shumë interesant. Të falenderoj që e ke marrë edhe si trashëgimi e preng. Për bile, kjo ka mundësi, po e ka maj. Si trashëgimi, po bravo, ka bravo. Kjo ka mundësi, duke qenë do të përvuka tepër i shkanth i zgjuar e kavaljer, ai do t'i ketë ba në Shkodër, ai ka pas autoritet. Po sepse, okay, se do të sjellni gjatë tjetër unë, për shembull do të përvuka në ato vite. Ai ka qenë i Livish. Po të them pra, është filmuar nga Marubi. Marubi të famshëm Shkodrës, kam fotografi, e kam unë. Fotografi do të përvuka. Aty ja përvuka. Po edhe ku është do të përvuka që i Do të burr. përvuka, i ka vu kusht ati farktari. Po. I ka thënë, më thuj, sa bajnë, e ke dy fishin pagesën, Po. por me bo me mdaj, zonë mëne, mirdi te për këtyne, ma lartë si këto, për vetëm ku burja të pret. Si, se ka qenë edhe kështu, po, çfarë ka qenë edhe pak. E ka një gjithë. Po, edhe ka qenë pak kështu, domthon, do të më qenë. Si. Qa melodi e ka, ha? Ja. Kjo më duket sigurisht bën pentagramet e në një piano në Shkodër. Sa bukur bën. Përshëndetën gjishritar, si na kanë lanë kitë. Bravo, edhe kjo më duket se na çon Istika. gati një shekull më para këtë partë tanë. E të falenderoj për më dhe shumë emocion. Faleminderit shumë, unë jam munu për të majtë të tjetërën, Bravo. sesin e pastër, me mishë më shpirt e munu. Personazhi i tretë vjen nga zona e Matit. Në fakt unë kam preferuar që dhe ky televizion të shikohet gjithandej. Vërtet përmes News.com, Kuvend, edhe gjithë programet e tjera ndiqen edhe në kablor, edhe në këtë rrjetë me radhë, por pse jo? Përderisa po bën dhe këto gjëra të bukura pra një televizion i thjeshtë, atëherë është e mirë që të ndiqen në të gjitha krahinat, sidomos krahinat e veriut vendit. Dhe nisur nga kjo, unë du që të sjell personazhe edhe ku kam bërë intervista me ta në zona tjera, si që është zona e Matit. Në zonën e Matit, vitin e kaluar kam bërë një intervistë me Shahen Brajliga, që është në Kodërlaç, ose zona e Bruqit. Çfarë është Shaheni? Ju do ta shihni përmes intervistës. Një burr fisnik. Edhe më flet për Samart. Pra, ka zen e punimit të Samarëve. Janë shumë domosdoshëm. Ne që jemi për qytete nuk i kuptojmë të gjëra, por atje në majt maleve ku nuk shkon dot makina etj etj, pra është një mënyrë jetese që na sjell nga shekujt. Dhe ai i punon me një stil të veçantë dhe me një frymë humanizmi. Do të cila fryma e humanizmit. Lidhet për shembull me Samart e Kuajve ose të Gomarve, po kali është kafshë fisnike. Dhe unë i kam bërë një pyetje Shahenit, si e trajton kafshën?
thjesht për t'i bojnë samar që të ngarkohet sa më shumë, apo si një kafshë fisnike? Të përgjigje, ju da merrni përmes intervistës që kemi bërë me Shahenin, që është prodhues i mbi 1000 samarëve tash 30 vite. Ndiqeni nga Kodërlaç të Bruqit Matit. Si çdo vit, ne japim personazhin e vitit dhe është një nga vlerësimet më të ndershme që më domeja bën në Shqipëri. Pse? Sepse është vlerësim publiku dhe jam me Shahenin, cilin e keni ndjek në zejen e samarëve. Po është një zejtar i fisëm, i cili e ka zejtari humane. Ku nuk e njohin Shahenin, është një mrekulli dhe Shahen tu kemi sjell personazhin e vitit. Je pëlqyer nga mbi 300.000 njerëz. Pra, një vlerësim publik, domethënë janë njerëz të shumë nga Mirdita, nga Mati, nga zonat tjera, nga Shkodra, nga Kuksi, gjithandej, një personalitet i rrallë i zejes shqiptare, po e them me plot gojë. Edhe unë falenderoj, nuk e di çfarë ke për t'ju thënë këtyre njerëzve që kanë ushtruar mirë njohje ndaj teje. Gjithkuj faleminderit për respektin që kanë ju ndaj meje dhe për punën që i kam bërë. Faleminderit për më vlerësoj për punën e Shahenit. Edhe do të vazhdosh ta bësh të punë. Në mënyrë sistematike. Sa të kemi fuqi, po s'kemi fuqi më morë me ta për Zotin, jemi pa fuqishëm, po. Për sa të jemi me shërim, po. Shumë faleminderit. Tu me Shahenin, personazhin e 2024. Ishte kënaqësi e madhe dhe është fat, po e them prapë ta them tu sy për sy. Është fat që unë kam jo. Faleminderit. Tu përdoren shumë mushkat, kujtimo. Ja, kjo është mushka. Dhe të shojmë, a thua është ai si e quajnë Shaheni? Shaheni, i cili bën samare mushkash. Po. Ja të ecim ta shohim. Besoj këtu e shtëpia, ha? Ja të pyesim te këtë djalin e vogël që është aty. Okej. Jo, mos es më tepër me makinën e kulla Shahenit. Ja, Shahen Brahim Liga. Bravo, si Shaheni. O Shahen si je? Mirë. A je mirë? Ore të lam për të funit ty si i ram Vërdall, i ram Urakës, Bruqit edhe Laçit. Si është ajo kënga? Laçi Bruqi Uraka pas. Si se janë bashku, ha? Okej, shiko tani. Me që unë jam pak kohë, nuk do të ndalni fare, ti do më shosh mu sepse ti bën një punë speciale. Puna jote që bën është çfarë? Jo, nuk do futim mrena, jo. Do të vi herë tjetër me nejt ma qetë. Du me pa i herë punën tane, të lutem. Nga pronë që djalë. Hajde, da ti shojmë punën dhe që ban, hajde. Ja të shohë dhe një po hynë ke punishtje. Kom dhe stelat që atë, jo të stelat ato janë. Ja, tani mi ke punishtja e Shahen. Tani ti ke urdhë. Kjo janë pjesë e samarit, da? Të e pjesë e samarit. Okej. Shpatla që janë të materialet tjera, unë punë me vekta që vekta të euro komandant. Po, komandant, me qa punon ti, me ato? Pra gjitha janë shqiptar dhe çdo gjë është artizanale. Artizanale, me do... S'përdor fare korrent, një gjë tani, prit shofi çika ato, çaj ke ato atje? Ko? Ato. Janë me lmodronin. Po. Si përdor këto, okej. Pa një punë, Një gjë, a mund më thush një gjë, shajnë më shqip mu të lutem pak. Po. Sa vite ka që ti punon? Pak të një. Ja 20 vjetë, po. 20 vjetë, në kohën kur e qenë kooperativat ke punu? Ka punu. Po historikisht këtë punë ke bo? Unë kom ngell në klasë, si thonë për këtë punë, për arsye, se ti i zhirua që i më mërë vesht. Po. Kom shku 4 herë dalë në Remull për një samarë. Po, 4 herë, po rri aty nuk ka problem, aty ku ishe. Pas 4 herësh, e kisha diferi ideje, ne rregullova vetë me të themia, ma pa mu betitën shokët. Pra, ti ke nisë për nevojat tuja. Sepse 4 herë se i banin në Remull ato? Në Remull i kemi, ka qenë një usta. Po ka qenë usta, po, pasaj? Ai ustaj nuk ma rregulloj, edhe rregullova vetë. Edhe i hynë e vetë zënatit. Në vetën, po. Kom vazhdu, nga i moment pra... unë 90 e këte, shqit punë kom. 90 e këte ke po, po para që ke pas punu në kooperative, që punoje? Punë krahu. Punë krahu. Me kafsh. Mirë, do më në kjo nuk është sepse ti ta zome ke pas një zënatë të parve tuj, si shta dikush Kovashane e kështu. Pra e ke një sti i pari. Mirë, a është punë e lodhshme?
është e lëshme, Një- sepse nuk ka material. Nuk ka çfarë materiali s'ka për shkak. Po material që ato kaptellat i gjosh që jenë të mirë. Kaptelli parë, kaptelli mram. Po. Duhet dru i mirë? Edhe shpatlat quhen ato. si Po. martes. Duhet dru special? Druni. Druni arës për tëre, druni i manit, druni i frashnit, druni i kreksa, palnja. Po druni ku e merr veti apo vun për ta? Kom s'ku kompren zabel Te kujtim. Duhet stazhinohet, ha? Stazhinohet mirë. Të stazhinohet, të punohet me shumë kujdes, edhe Mirë. mërthesht jam rregullish tjetrit, unë kam punu me fjalë 90 në këti, Po. me një fjalë. Unë kam ba në shli, në cupu, vje në prellë, remo, lufaj, orosh, ardart, orosh i merditës, borizone, prej borizone miliot e këto, unë kom shuhet, unë shqitë sa morë, një fjallë, unë suni kom përmalu, në të drejtë. Gjithë të vite afërsisht sa samare ke rregullu? Afërsisht. Në vit për shemb afërsisht, sa vjen në vit që të nxjerrim në paga shumë? Fakten, 100 sopi. 100 sop. Shumëzoj me 30 vite? Sa shkon tani, a kupton? Kalon 3000, kalon 3000 sop. Shiko tani. Kur bën samaret, janë samaret për kuaj, për gomer, që janë më të vegjël pak. Të gjitha mosat mi fjalë, gjithë ka Okej. një thundrak, ato unë i kam rregulluar. Okej, tani samaret përgjithsisht i bën të fort për shkak se duhet mbajnë, të bajnë. Unë i baj me cilësi për veti, sepse unë kam hallet e mia se ky ka ardhë i ati i këti, e kom dresh, e ne kom thonë, merre deri se 12 muaj në të theft, ta bëj pa. Bravo, e pra ne të kanë hesy. Pra ne edhe tjetra, komoditet, do me thënë, se mushat përdorën me baj, por për me hypë në ta, me shtektu. Ti çfarë bën? Çfarë bën këtu? Jo, çfarë bën? I kushton rëndësi dhe komoditetit, do më për t'i pas komod. Kur typish në ta. Që gjesh qetësinë. Se tregoj unë se kom moshën. Ky menaxher kaptellin e parë bën të ngushtë. Po. Gjithë e bën gjerë. Po, Edhe të vret ke kamat kur ulish në ta. po. Sa marr që bën ke ky bën dy funksione, edhe i ngarkojmë. Po, edhe kështu. Edhe hip ndajnë shumë mirë gjys shale. Po, kujtim ti ke marrë për herë të ky? Gjithmonë, më gjithë jetë. Je ndjer mirë, vazhdimisht me to, ha? Edhe me baj, edhe me hes, e me gjitha, ha? Ky është mjeshtër i papam, ha? Është i vetëm. I vetëm unik. Është i fundit. Bravo. Po të shoh një çigari i parur, ja për shembull do më tregu një model. Shaheni, që shok e 70 vjeç, si mosh, po vazhdon të punojë në mënyrë perfekte. A këtë e ke i paru, ha? Shoku rriti herë rahat, si jam të fol me këta unë. Jam të fol me këte, ormiku, jam të fol. Ulene. Hajde ti, ha ty, që ka i qetaj. Ky është i rregulluar, ky është. Prit, Çe sa mori. po që ka shumë i madh ky. Ky sa mori ma ka pron për i parim një përlatës. Një nga përlati, po që ka për në i kaltë madh kujtim kjo. Po. Ha? Te ke riparu, ha? E kom riparon. Shi se ka. Shi, gjithë është, shi, ja, shi. Edhe, shiko, Shahin, do më spjegosh një gjanë. Kafsha, kali është kafsh fisnike. Po. Dakor? Nga një herë i kesh trajtojnë, e quajnë, hajtë më kalë, me hec, ti qa bën, se ke, shiko, çfarë bën, jo sinqerisht, më trego këtë. Si po? Kur e punon, Po. a ke parasysh shpinën e kalit mos vritet? Zhlemene. Ha pra, ma trego pak, ha. Shpene e kalit. Po, E të tregoj. Ha. E është të dy pesi i dhe shtu? po, shtu. Janë shtu? Arsyeja. Po, pse i ven? Është e kalit. Se këto është e kalit. Ha? Po e merë dërën bësh, mo t'i bjerin rosë në shpenës. Shi, mos i bjerin rrus shpinës. Si ta këjmë rosët. Edhe algoritik të gja. Për të baj, mi fjalë për me baj materiale pesha, janë çdo dy peshka, çdo dy peshka. Po. Shtrëgo i mosh me kashtë mirë, edhe që të bijem to, i mosh prap, se ulen. Edhe i bin të tje, po i mushin vetë. I bine, i mosh. Me i rregullojnë. Si i moshin, Po mirë pra, edhe ata që i zotrojnë kuajt e këto duhet bëjnë kujdes, ha? Qisha, u jep porositi. I porosit që, trajtoj një mirë kafshën, si shumë di trajtoj këtu, ha? Bravo. Edhe e fundit, Shahin, të lumshin ato dur, edhe menja gjitha,
Ti do të vazhdosh të jesh. Moshkën time do të bëj moshkën. Po ta shoh mushën tonë atje. Shish, po patjetër mushë, se kush e di si është musha e tij. Jo se viun aty. Mos e bie këtu se viun aty. Ja, kujtimo, hajde më kujtimo çka ka i mall kjo valla. Shife. Ja. Ja si e ka mushkën, Shahini. Po, mashallah që ka mushkë madhe. Ja, mashallah që ka, ha? Kjo është moshka. Si, nën bishtja, ja ba me kujdes gjitha ato. Ja, si ja ka bon kujdima? Si e ka emrin kjo, që ka simpatike, mo? Ha? Vokël. Si e ka emrin? Dashe. Dashe? Dashe, ja. Ja ke bon emrin ti vetë? Ha? Si? Ashtë i urt, a i urt? Si, ti ja ke bon këte 3, ha? Sa bukur ja ka bon shi. Ti qa bën me këte? Drumë kështu gjitha? Drumë gjithçka. Kam i pyetje, a përdoret shumë mushku sot? Sot? Ha. Gjithçka përdor. Për gjithçka, është ma mirë se me përdor makina, ku diun çfarë përdorin, ha? Makina, orte, po kjo fotet atë ku nuk i makina. Po si makina pra kërkon? E dyta dhe shpenzimit janë ndryshe. Po menem për makinë e në për transport. Pra edhe për makinë e për transport. Pse? A hiken larg, ku shkon largësi, shkon me teti? Hajde, rri pak, unë me thënë drejt kam pak frikë. Do gabim, Ose për tjetë ta filmoj pak si që ka simpatik, po shi. Ja ka punë të këto zingjirë, do, shi. I sa i bukur që e ka. Sa i mirë që e ka. Shi. Mërgoj. Jetë ma tërgu tani këtu se që e ke bon këtu? Kjo është. Pa, shi, të i plot. Pa tani materialet të re. Një mërgulli. Kjo është shapori i kalit, i mushkës. I kom shajtë së dhe ka morë njën një samardri. Në shumë komode për mullin. Po pra, shove, që ka këshu. Kapelin që të hapen këto. Po, shumë e bukur. Të lumshin, sinqerisht të lumshin durët, edhe pyetja funit, Shahin. Po, Shahin, edhe pyetja funit, pyetja funit që kam unë. Doja të rashgosh kuj? Po, kanë hik mërë fëmi që e punon e djali, po ka hik ka shko për Greqi. Po mirë, di do këtheje. Ai për të punu, ai punon ma mirë se sa. Ma mirë se ti, bravo. Ja, kjo është e rëndësishme. I vokli. Mirë, po kanë morë pasarë një herën e nuk e di. Unë të falenderoj shumë, sinqerisht falenderoj shumë, edhe në një kohë më të mirë vere në do vinë, se unë do vinë në këtë zonë të shofë mirë, më pëlqeu shumë, edhe kretë fshatë ju më pëlqeu shumë, edhe që ke njërë shumë fisnik. Këtu ka dy fshat i mirë shumë. A shtu? Po. Është që është rezervari. Po. Po, a i sipër, po. Aty ka qenë një kish. Aha. Kish, si unë, si shef shtu sët, mërshën një kranë në fund me baktit, kur të kalosh e dirëshëm se të matan, e shëshëm tukë. Kash vlerë kishte, kash fushi kishte. Nuk i shefsha sjellin nalt për i drunit. Për i drunit që kanë qërë? 50 metra ka qenë. Interesant. Po. Kujtim. Frashën, shkës, lis. Tu lilloj druni ka pas. Ashtë bo ka 20 vjetë në masa, bo rezervari hala, një zjarë një sofët nuk pa më ta. Je ma me mbaj njeri, si nuk ka rezervar në Republik, pa e maj një person. Ky është Vakuf. Që ka ven një shenjt. Si ka pas emrin kisha? Kisha, lasit ka qënë, kisha shtu Mbrajlikaj në. Brava. Se këtu qohen Mbrajlikaj. Në qatë këdër, e shkoj bje, në fund e Mbrajlikaj. Po. Mbrajlikaj. Edhe ju i një kufi me përlatin. Do me thanë që katolik, musliman këte. Nuk kemi pas asë një kontradit mes rreth këti muhabeti mi fjallë të fejë. Po, e që, sepse ju bëni dhe fesat me njëri tjetëri. Gruja jeme, këta e ka gjyshi i grujës time, o ne ke kujdimi. Po përso të bash ne. Bravo. Ne pi mirë, bile. Ne pi mirë, edhe ti që e shok i mirë. Kujtimo, faleminderit që më mësova ke Shahini. Tani nuk do hikim me pi kafe askund se unë jam. Mirë, ishin 3 personazhet e parë, besoj që ju jeni kënaqur me këto personazhe, po normal që kemi surpriza edhe për personazhet tjera që vinë. Para se të kalojmë tek personazhi i radhës, ndiqni një spot publicitar.
Tu, në kuven, në Akrolis TV. Ndiqni pikërisht publicitetin e Akrolis TV. Tani do kemi një personazh shumë interesant. Mendoni një nanloke 75 vjeçare, e quajnë Martina, unë i thoja Nan Mara. Është një bisedë e bëmë e bukur në malin e Velës. Pas një pelegrinimi që bëhet atje sipër, në malin e lartë të Velës së Mirditës, po është edhe në zonën e Lezhës. Është mal shumë i lartë, por zoja e Velës të fton për atje. Është diçka shumë e bukur. Shtatorja e vënë atje është si një pikë referimi për pelegrinime nga të gjitha anët e Shqipërisë, por edhe jashtë vendit. Është një punë e shkëlqyer e bërë para disa viteve nga Bashkia e Mirditës me Padre Kristoforin që ishte i pesh i dioqezës të Rrëshenit dhe me një shoqat alpinësh nga rajoni i Ambruzës dhe lidhet me këtë mali i Velës me malin e Velinos. Është një mal si thush që ka ngjashmëri paka shumë me malin e Velës këtu në Mirdit, duket sikur këto komunikojnë me njëri tjetrin nga Vela në zonën e Ambruzës atje në malin e Velinës dhe kjo është një ftesë e shkëlqyer që është bërë për një turizëm shumë interesant. Këtu janë dhe shtigjet që ka bërë Mariana Graf, është stacioni atje i pushimit, është stacioni i zemrës për tri, sidomos e kështu, por ajo e veçanta është se pelegrinusja më e moshur është Nan Martinja, e cila ka bërë 4 orë në kam, me unë gjitë atje dhe në gjitë bashkë me tri, dhe pastaj ka arte pjesa ku është stacioni, si thush pushus, është një bujtinë e vogël aty, unë e kam intervistuar aty. Po mbi gjitha, çka ka të veçantë, se ajo ka kërcyer me grupin e vallëve, si të ishte një flutur e re, mund ta ndiqni. Shiko tani, sot ke ardhur këtu? Sot? Po, Ku ishe? qysh, prej shpeje, e erdha deri ke kështenë në kam, me një erë një amor, të dole ke zoja dhe ku me kujtue e mi thanë, u lutën për thmit tonë për jetën si kanë rinja para. Mi thanë na një mujë zoti e zoja, se jemi pak si gabushëm na. Si ka bushimi, me? Na, po, na. Po, na, si njerës. Zoti jo. Zoti jo. Jo, zoti jo. Edhe zoja në orienton, apo? Inshallah në ru me kalamajt, e na i besh nërë si kimi lërgjë dunjas. Ku i ke fëmijët? Në Angli, në Greqi, në kalamajt. Nën kalamaj ke tu? E, digjo, a din se ke dalë sot kati? Nuk u kam gallxosën për 800. Sepse ke dalë, Si lodhe. Je lodhe, Kam qenë 9 vjet. Ke qenë edhe vjetë? Po, brava, më thonë, kalamajtë në anë mama se për srisë të sketa katë. Pa, a noshe meshën atje? Po, syre? Pra, po në ke shkullu atje? Thonë në ato, zhonat cishte, me botrën, me pristnet, qërë. Shiko, që tjo se do ja u tregoj dhe largësinë, pra, prej atje djerë ke kështenë, që janë shumë largë, sa ke bo prej atje? Po, mjerda, me një mon, janë... Po mimi, sa e bonë në kam prej atje ke kështenë? Po, një orë. Një orë kam atje? Po, në dy, parë zotin kam bo Një dy i ke bo malore, shiko të tregojmë se ja, i të këtë saj rrugës shu, shisi janë të arë tri, shisi vinë tri këtu tani? Ja, shisi janë lodh ta, a i një lodh ju mo? Po shiti gjyshën pak, shifje, ka arë prej atje kjo. Atë kanë mbajt gjithë sot, Pra ti ke hesprej këtu, sa e bone diri majet velësë? Ti, për zotin po. 2 orë, 2 orë, edhe pasaj me ardhë, Ja, me ardhë bona një. Një, hes ma shmet. Jam rëgëllaje. Sa bukur, Një, e rrova orën. Shumë bukur, shiko, sot je nana në lokja ma e vjetër që ke kap majën e velës. Nërës. Edhe besoj është bekim edhe për familjen tane, edhe për Mirditën. Inshallah, i ru zotit gjithë totet me jetë tanë Shqipërisë. Të falendoj shumë. E dyta, do të bëjmë i gjabë bashkë. Shita i. Tu kam sjellë grupin e vallëve. E ne kam për të fut me këty mes valltarëve tonë të ansamblit Mirdita. A mirë? Okej, rrit tani e qetë, pusho, pino i ujë në rregull. Hajde, vazhdo.
Mirë, vim tek personazhi i fundit. Nuk mund ta quaj personazh këtë sepse është një mix personazhesh brenda. Është një gjë shumë e bukur pas asaj që ju ndoqët me Nën Martinën, edhe vim nga 75 vjeç, vim ke gati 9 muaj dhe kemi Noelin e vogël. Noeli është fëmia i Mandit që është nga malet e Mirditës, por që jetojnë në Itali së bashku me tjatin Nduën. Po ashtu është përmend faktin që është i martuar me italiane, Erikën, dhe kanë fëmijën e vogël Noelin. Pagëzimin kanë preferuar ta bëjnë pikërisht në një festë që është shumë e shënuar për zonën e kthellës të maleve, me shnavlashin e maleve, pikërisht tek kisha. Tani do vijmë në formë tytje. Është momenti ku bëhet pagëzimi. Është i jashtëzakonshëm. Unë kam sjell në tyt gjithë momentin e fundit e kam shoqëruar me pak muzikë, do jetë i gjë hynore, prandaj mendova që edhe emisionin sot ta mbyll pikërisht me këtë pjesë që është shumë e bukur. Ndiqeni. Poni pagëzimi për fëmijën tuaj, a e dini se merrni në vetë detyrën që ta edukoni fek në mënyrë që duke mbajtur urdhërimet e Zotit, ta doj hyrë dhe ta afërmoni si na ka mësuar Krishti? Noel, bashkësia krishtere po të pranon me gëzim të madh dhe në emër të saj unë po të shënoj me shenjën e kryqit. Pas meje edhe prindërit e tuaj do të bëjmë të njëjtën gjë. Për hir të martirëve të tu, të cilët i kanë drejt e veta të gjakut e qengjit, bëj që t'im poshtim nga shënimet e mishit dhe të botës. Të lutemi. Të lutemi edhe për Noelin, për prindërit e tij që të bëhen për të shenjë të qartë të fesë. Të lutemi. Dëgjoj o Zot lumen ton. Shën Maria Nana Hyr, lutu për ne. Shën Gjan Paksusi, lutu për ne. Shën Jozef, lutu për ne. Shën Pjetër e Shën Pali, lutu për ne. Shën Ishtanuva, lutu për ne. Shën Ishënko, lutu për ne. Shën Ishëndash, lutu për ne. Të gjithë shënjtë dhe shënjtesha dhe vi, lutu për ne. Të lutemi vëllezër dhe motra fort të dashur, që Zoti i hyjë kushtetë t'i japë Noelit jetën e re në anë të ujë dhe të shpirtit shënt. Po të lutemi o Zot, bëj që ky ujë nëpërmjet shpirtit shënt ta fitoj hirin e të lindurit birit tënd, që njeriu i krijuar në përgjithësimin tënd me sakramentin e pagëzimit, ndaj nga të gjitha ndryshësitë e vjetra, nga uji dhe shpirti shënt, të meritoj të ngjarë të foshërinë e vet. Nëjë për paksojnë e mëtatit, e të birit, e shpirtit shënt. Ati Zotit tonë Jezu Krisht, të rivini nga unë dhe nga shpirti shënt dhe ta falën e të gjitha mëkatet, duke të bashkuar me popullin e tij. Ai vetë shkruan me Kristin e shpëtimit, që i përtrirë në Krisht, prit, profet dhe mbret, të jesh gjithmonë që tyre të kupit e tij për jetën e pasur. Je bërë të vjesë e re dhe je veshur me Krishtin. Vesha e bartë të qoftë shenja e dignitetit, ndihmuar nga mësimin e shenjë të tatën të tuaj, qoftë të papërvyer për jetën e pasur. Prindër të dashur, merrni të këtyre Krishtit. Luteni për Zotin, që ta bane gjithmonë të vjetë, që Noeli i shpëritur për Krishtin, jetoj gjithmonë si fëmijë i ri. Dhe duke qëndruar
besuar të fejtë të të shkojnë në takim Zotit që po vjen me të që të shenjën në vërëmijë që të vjen. Jezus i Zot që dojë të gjëgjë të shumë në të klasë në mesë, ka vash të mundësin sa ma shpit, ka dëgjosh fjallën në ty, dhe e ka të shkosh në ndërë në atë të ljus atë. Kjo është altarë më i një që s'ka të një